Jeti me kaldrë, Po, e një Florentin. Shumë herë kemi bashkëpunuar me kompaninë Geomap si partner. A e njeni Fisnik Loshin, zotën Emini? Po qa po tani në fjasë një? 5 të akuzuarit janë shpallë të pafajshëm, ndërsa rasti tani është në trajtim në gjykatën e apelit me shumë kontrata aktive. Fisnik Loshi u angazhua me dhënë mendim të pavarur në një dosje të korrupsionit në viti. Mendimi i tij u përdor si provë për të liruar 5 zyrtar të akuzuar për korrupsion. E kemi telefonu zoti Loshin për të marrë versionin e tij, nëse ai e sheh si konflikt të interesit këtë veprim. Ai ka preferuar që përgjigjet do t'i kthej me shkrim. Nuk jam tërhequr nga kjo lëndë sepse detyra për mua ka qenë shumë e qartë. Të matet një sipërfaqe asfalti dhe nuk është kërkuar ndonjë interpretim tjetër. Pjesa e cilësisë së asfaltit nuk është trajtuar nga unë sepse as nuk kam njohuri në atë fushë. Çështja ka qenë teknike dhe si e tillë e vërtetueshme prej cilit do geodet tjetër. Nga dokumentet që kam pranuar me lëndën, asnjë nga emrat e të akuzuarve nuk i kam njohur, andaj në rrethana të tilla prap kisha vepruar njëjtë. I vetmi nga të akuzuarit që kam takuar pas marrjes së detyrës ka qenë njëri nga ta, të cilin e kam takuar me kërkesë të gjykatës për çështje sqarimi. Emri sakt nuk më kujtohet, por mbaj mend të ketë qenë inxhinieri ndërtimtarisë. Të njëjtin e kam takuar një herë në ambientet e komunës dhe kam kërkuar sqarime për rrugët që janë asfaltuar. Me fjalë të tjera, gjatë punës time jam marrë me fenomenin dhe jo me individet, sepse nga pozita ime as nuk ka qenë e mundur të përcaktohet fajësia apo pafajësia e dikujt. Nuk më kujtohet nëse kam bërë një deklaratë të tillë ose jo. Gjithsesi, siç e theksova më lart, fakti që nuk e kam njohur të njëjtin dhe me shumë gjasa nuk e kam takuar asnjëherë, nuk më ka lënë përshtypjen që me lidh diçka me të. Në dokumentacionin e pranuar nga gjykata nuk më kujtohet të kenë qenë të specifikuara pozitat e zyrtarëve. Mbaj mend që kanë qenë antarë të komisionit të pranimit ose diçka e tillë. Që është shefi prokurimit e bashkë me të dhe emrin e tij e kam kuptuar vetëm pas bisedës telefonike me ju. Me vonë e kam analizuar dhe kam kuptuar pozitën e tij të para 2 viteve. A do duhet më kujtuaj emri i tij? Nuk e di çka të them. 2 vite e gjysmë janë shumë të mëdha për ta mbajtur mend emrin e një personi që e ke parë vetëm një herë në një dokument dhe nuk e ke takuar asnjëherë live. Besoj që edhe sot me taku diku nuk e njoh, siç nuk i njoh asnjë nga prokurimi nga 20 e më tepër institucione që punoj me to. Në një shtet të vogël si Kosova është thuajse e pamundur mos me tu kryqëzu rrugët me dikë. Me këtë autoritet kontraktues, kemi pas njëherë kontratë si operatori vetëm ekonomik në vitin 2021. Në 2 kontratat të tjera, kemi qenë antarë të konsorciumit. Kontratat kanë qenë kontrata kornizë dhe vlera reale e tyre nuk më kujtohet. Gjithsesi, besoj që informacioni i tillë është publik dhe ju keni qasjen e të. Nuk mund ta them me siguri që e kam ditë se cili operator ekonomik e ka realizuar punën në fjalë. Ajo që di me siguri është që nuk ka pas ndonjë akuzë për operatorin ekonomik apo ndonjë zyrtar të saj. Detyra ime ka qenë me dhënë një mendim profesional përkatësisht realizimin e një matjeje gjeodezike. E njëjta është realizuar me saktësi dhe paraqet një gjendje reale të realizuar në terren. Edhe pas kaq vitesh, besoj që e njëjta mund të riverifikohet nga cili do gjeodet, andaj në këtë çështje nuk po shoh të ketë ndonjë problem. Po e njoh si kompani dhe po besoj që është kompani e madhe dhe njihet nga çdo inxhinier në Kosovë. Nuk kam punuar ndonjëherë si individ për këtë kompani. Nuk e di ose nuk më kujtohet nëse ndonjëherë ua kam ofruar ndonjë CV time për ndonjë ofertim në formë të parakontratës. Si operator ekonomik figuron në listën e klientëve, por nga sa kërkova nuk po figuron që ndonjëherë të kem faturuar ndonjë shërbim për ta. Po, e njoh Florentin. Shumë herë kemi bashkëpunuar me kompaninë Geomap si partner, por edhe shumë herë jemi ndeshur si konkurrent. Madje konkurrent shumë taf, kur je në pozitë të kundërt me të. Deri këtu shikues të nderuar, faktet janë që një ekspertizë një personi që ka marrë kontrata nga një akuzuar ka ndikuar që 5 zyrtar publik të komunës së Vitis të lirohen nga akuzat për korrupsion. Kërkesa për angazhimin e ekspertit gjeodet ishte bërë nga pala mbrojtëse,
e të akuzuarve dhe ishte miratuar nga gjykata themelore në Gjilan. 5 të akuzuarit janë shpallë të pafajshëm, ndërsa rasti tani është në trajtim në gjykatën e apelit për shkak të ankesës së prokurorisë së Gjilanit. Një aktor tjetër në këtë ngjarje është Florent Emini dhe gruaja e tij. Me zotin Eminin kemi biseduar në telefon për rastin, ndërsa pyetje i kemi dërguar edhe pronares së kompanisë Pro & Co Group. Të dëgjojmë përgjigjet. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Apo bisedoj me zotin Florent Emini? Po, Zotin Emini, mos pju pengoj diçka. nuk e shërmani. Jam Valon Fona, po thiri nga kallxo.com. Po, I nderuar kemi po që bashkëpunoni me kompaninë News SHPK dhe Fisnik Loshi. po, Njëjtin e kemi po që gjykata ka angazhuar edhe si ekspert në një rast gjyqësor ku kanë qenë duke akuzuar 5 zyrtar publik të komunës Vitis. po. Jo, a bashkëpunoni me ta? Keni kontrata me ta që merrni me kompaninë e juaj? Që di, Allah i nashtë të kena, të di. Po ne prokuremi po kompanitë e juaja që morrin bashkarisht kontrata Me kanë. me News SHPK. Po, kush jeti me kaldu, Allah? Unë jam gazetar, ju kom thirrë më u pyet. Po, qa po lidhe pse e gazetarë, kush jeti me kaldu? Unë jam gazetar i nderuar. Preferora gjikata shkaj. Jo, unë jam gazetar, po flas për parat publike. Ti me kaldu, Allah, kaldu. I nderuar, ju merrni kontrata publike. Jo, Allah, unë jam gjikatës prokurisë e vatë kësë jam. A e njeni Fisnik Loshin, zotin Emini? Po, qa po tani në fjasë një? Po i nderuar, jo, a merrni kontrata publike. Po, qka po tani në ty? Po a janë para publike ato, i nderuar, kontrata publike. Me të në këtu, Allah, pa kujt atimet, i kry obligimet, këtë. Jo, a e njehni personalisht Fisnik Loshin. Shikues të nderuar, kemi denoncuar një rast shumë serioz, ku një ekspertizë e hartuar nga 2 ekspert nxjerr të pafajshëm 5 zyrtar të akuzuar për korrupsion. Është shumë e qartë se ata që dhanë ekspertizën përfituan mjetën nga fondet e komunës dhe kompanitë që kryen ndërtimet. Ne presim që prokuroria të nisë hetime për të zbardhur çdo konflikt të interesit në këtë rast.